Knudit që dolën përpara pak ditësh, ishin, le të themi, të thuash alarmante është pak, sepse mbi 20% e popullsisë sonë, këtë e dim edhe nga statistikat e Instatit, janë mbi 65 vjeç, por nuk është ky problemi kryesor. Problemi është që kjo grup mosh është një grup mosh e cila po përballet dita ditës me vështirësi ekonomike, po përballet me vështirësi sociale. Është një grup mosh që duhet thënë e ka prekur emigracionin, sepse fëmijët e tyre janë larguar nga Shqipëria. Vajzat dhe djemtë janë larguar nga përkujdesi prindërve, janë në distancë. Do të thoja që 1 në 5 të moshuar në realitetin shqiptar vuan nga problemet të shëndetit mendor. Një përqindje e konsiderueshme e tyre kanë probleme kardiovaskulare, kanë probleme artriti, kanë probleme me sëmundje kronike shoqëruese. Pra, dhe ky target group, kjo përqindje... 1 në 5 të moshuar mbi 65 vjeç, apo jo? Po, kanë probleme të shëndetit mendor. Kjo jo gjithmonë vjen si pasojë e një sëmundjeje që mund të ketë qenë më përpara, por unë do të thoja vetmia e tyre, ndihen të vetmuar, përjashtimi nga shoqëria, i bën ata që të përjetojnë gjendje jo të mira emocionale, të përjetojnë vetmi, të përjetojnë stres, të përjetojnë ankth. Pastaj duhet thënë që kjo ndikohet dhe nga pamundësitë e tyre financiare. Një përqindje e konsiderueshme marrin deri në 100.000 lekë të vjetra, ose 10.000 lekë pension, ose nga 10 deri në 30.000 lekë pension. Një pension i cili është minimal dhe i papërballueshëm për shpenzimet për të jetuar në mënyrë normale, me dinjitet në realitetin ku ne jetojmë.